në unanimitet të plot, LDK-ja votoi propozimin dhe vendimin e kryesisë nëpërmjet Këshillit të Përgjithshëm, që në garën e ardhshme Vjosa Osmani të jetë kandidati për presidente, unë të jem kandidat për kryeministër, dhe të kemi me veti gjithsej 110 kandidat për deputet, që propozohen nga degët e LDK-s vetëm, dhe në këtë drejtim të ofrojmë një platformë zhvillimore të brendshme, integruese jashtë, që i kthen dinjitetin politikës kosovare dhe përfaqësimit të Republikës Kosovës. Në këtë rast, ju ftoj dhe juve dhe gjithë qytetarët të mbështetës tonë që nesër në ora 18 në sallën AMC të bëni pjesë e tubimit të bashkimit në adresimin e parë që Vjosa dhe unë do t'i bëjmë mbështetësve tonë për këtë garën e ardhshme. Pra është një momentum historik për LDK, këtë du ta kuptoni, dhe po përpiqem dhe unë që në këtë momentum t'i afrojmë të gjithë, pavarësisht dallimeve që mund t'i kemi një shtëpi të madhe, kemi një qëllim shumë të përbashkët, kemi një momentum historik që s'na vjen shpesh, dhe besoj që do t'ja dalim me sukses.